Atmosferë festive pritet të mbizotrojë në briqet e liçenit të Shkodrës për 3 ditë me radhë. Festa e liçenit e nisur këtë të njëjtë bashkon traditën, natyrën, muzikën dhe argëtimin në një nga zonat më të bukura turistike të qytetit. Aktiviteti do zhvillohet në sheshin e Shirokës dhe do të përfshijë panajire me produkte vendase, veprimtari sportive, ekspozita kulturore si dhe koncerte të hapura për publikun. Drejtori i turizmit në Bashkinë Shkodër, Renato Lumçi, ftoi të gjithë qytetarët dhe vizitorët që të bëhen pjesë e këtij eventi. Në kuadër të festës Dita e Liçenit në Bashkinë Shkodër, ju bëjmë dije që do të organizohet në Shirokë, në qendër të Shirokës. Është një aktivitet 3 ditor, do jetë me i organizuar me sporte ujore, do ketë artizanat, do ketë panajirin e fotografive të shpendëve dhe të botës së egër. Gjithashtu në darkë, ditën e parë do ketë cirkon kombëtar, që është i ftuar për të kënaqur të gjithë fëmijët shkodran dhe jo vetëm. Ditën e dytë, dita fillon me panajirin e artizanatit, gjithashtu dhe me sport ujor që janë bicikletat në ujë dhe me kanoe. Pastaj në darkë do jetë një koncert shumë i bukur me muzikë qytetare shkodrane që do jenë këngëtarët e mirënjohur Mukades Shanka, do jetë Agim Molla, gjithashtu është edhe orkestra lëvizëse me 4 anëtarë të saj që është Mark Ujka, Mark Prendi, Duljem Puka edhe Ermis Pirani, janë djemë shumë të talentuar që do performojnë në qendër Shirokës. Pastaj ditën e shtunë deri në orën 4, pra që nga ora 10 deri në orën 4 do ketë sërish panajiri artizanati, do ketë këto sportet ujore që ju ftojmë të merrni pjesë të gjithë, si dhe xhiro me barka. Për 3 ditë me radhë, ky aktivitet kthen vëmendjen nga zona e Shirokës dhe liçeni i Shkodrës, më i madh në Ballkan, që për Shkodrën është një potencial turistik, edhe që çdo vit më tepër po merr vëmendjen jo vetëm të investimeve të Bashkisë Shkodër dhe qeverisë shqiptare, por edhe të turistëve të shumë që e vizitojnë këtë atraksion turistik.